Ktu është politika. Pra ti të shfrytëzosh atë që jepet. Pra, ai tjetri do të bëjë këtë, po ti duhet të shfrytëzosh. Lufta bëhet në Ukrainë me Rusinë, amerikani fito pse shet armët. Europa do ta mbaj në vazhdimsi pse? Sepse kërkon mbylli korrupsionin e vet. Ju e dëgjuat për shembull deklaratën e Ramës, asnjëherë si dëgjova që ta thoshte. Rama tha të fillojmë me rindërtimin e Ukrainës. Te mbledhja që bëri. Pra, hajde të fillojmë rindërtimin. Atje bëjmë bombardime, ky thotë bëjmë rindërtimin që të bimë bomba prapë që gjithë ato lekë që janë vjedh, gjithë ai korrupsion që është bërë të zhduket. Pra, çdo deklaratë nuk është kaq e thjeshtë. Ose deklaratë që bëri kjo Serbia. Po, do të pyesja edhe për atë. Po, deklaratë që bëri kjo spastrim etnik. Për çfarë bëri? Pse mendoni ju se ai do vi vërtet bëj spastrim etnik? Harroni. Për nxitje konflikti. Mos harroni se janë zgjedhjet. Nxitja e konfliktit tani, ju thoni që do shërbente të dyve dhe Ramës dhe Vučićit për të kapërcyer këtë situatë? Janë zgjedhjet më. Jo, janë zgjedhjet në Serbi. Po, atje po, pa kanë fjalën edhe këtu për ta kthyer në nacionalizëm. Po fal, Vučići do largohet dhe Vučići do largohet, jo se do largohet nga protesta. Vučići do largohet pikërisht sepse Vučići kërkon të lë postin e presidencës në mars, në datën e paron. Ta lejmë më përpara. E të marrë kryeministrin. Marrë postin e kryeministrit. Dhe deklarata e saj ishte pikërisht për të krijuar një tension tjetër brenda. Po mos harroni se janë edhe në Kosovë janë problemet. Dizan top. E kuptoni? Mirë, po çano? Nëse aty janë edhe komunitet serb. Dhe me këtë lloj deklarate tash janë fut në konflikt edhe komunitetet që janë aty brenda. Dhe me këtë ata kërkojnë të fitojnë politikisht brenda elektoratit tyre, brenda popullit tyre, jo përjashtë ama. Po brenda elektoratit tyre, brenda popullit tyre kërkojnë të fitojnë sa më tepër pikë. A du ndedhi rrallët. Por me që jemi të aspektin ndërkombëtar, zoti Merkoçi, edhe kisha dy gjëra të fundit. E para, pritet diçka që mund ndryshojë me se është pritur shumë ardha ambasadorit amerikan në Tiranë, edhe e dyta raportet e Ramës me Erdoganin, ju më keni thënë më para që janë të ftohta, po duke sigur paktën para kamerave ishin të qeta, ndërkohë që Bloomberg shkruante që pjesa e stafit gjatë takimit ishte ndjerë siklet sepse Rama ishte drejtuar Erdoganit duke thënë sultan. Kuptoni, ai kërkon në çdo moment, ai kërkon të bëhet. Po janë dënuar pak raportet me jo Sazani, jo izraelitët, jo Zverneci, jo që raportet e Erdoganit me Ramën janë të ftohura për kohësh që nuk diskutohet mirë. Me Rama biles bëri dhe një mbyllje në aty universitetit Biden, se çfarë ka ai? Beder. Universiteti Beder, çfarë quhet ai? Bëri dhe mbylljen parasitikte për t'ia bërë dhuratë. Dhe realisht ai Erdogani i dhuroi pistolet. Edhe me ai kishte edhe për gjithë edhe me pluma me vete tani. Po, gjithë. Po sfitut tha vriste veten gjithë. Një gjë. Nuk mundet që këta e quajnë politikën, e quajnë kështu, këto muhabete pazarit. Nuk është politika kështu. Erdogani mbajti qëndrimin që mbajti. Nëse Rama arriti t'i thotë sultan, ai nuk pati asnjë lloj reagimi, po ta vënë re. Erdogani nuk pati asnjë lloj reagimi. Pra ndeti shumë i ftohtë. Ajo ftohtësia e Erdoganit flet më tepër se sa çdo fjalë tjetër. Rama kërkon për të bërë protagonizmin. Po siç e di unë, që në mbledhjen, në ndasmën e Aleksit, u bë mbledhja e të gjithë organizatës, qoftë me Kabalin, qoftë me Sorosin, qoftë me Roshfillet, të gjithë, u mblodhen atë dasëm dhe bën atë takim, e din më mirë ata të tjerë që kanë agjenturat të mëdha. Kur e ka marrë vesh unë, nuk e pas ke marrë vesh ata. Dhe ata e din shumë mirë se kush është Rama. Jo më kot është godit droga. Jo më kot kanë ardhur ato telegrame 20 vendeve, se janë vende më problematike
kërkohet financimi i të majdëve, i protestave, i këtyre grupeve majtiste, radikalet. Dhe ardhe e këti ambasadori tashmë, unë them se vjen një ambasadori i cili nga pikpamja, po ta shohësh nga pikpamja diplomatike, nuk të vjen mirë, se thu, nga pikpamja tash politike. Ai futet në diplomaci me një ide të qartë. Pra, zbatus ligji, sepse vjen nga forcat ushtarake. Ai është zbatus ligji. Diplomaci ushtarake. Ai nuk njeh kështu negociata. Ai nuk njeh buzëqeshje. Ai thot kjo këtu, mirupafshim. Nuk është Kimi që i kap në qafë. Ha? Po është gjë tjetër. Pra, është i prerë. Dhe do jetë i prerë në atë që do thotë. Dhe në atë që do veproj. Nuk do jetë kështu as mish as pesh, tamam diplomati shko sa atë, se edhe diplomatët këtu ke ne, pavarësisht se si janë sjellë në publik, po të shohësh kablogramin që kanë çuar në Amerikë janë skandaloz. Kur u hapën, që u hap atëherë. Ishte skandaloze, kështu që edhe ai ishte gjatë gjithë kohës i buzëqeshur. Po patjetër, fliste për mollën, për i riqin, për këtë, po nga ana tjetër dërgote kablograme tjera, kështu që diplomacia dhe politika janë gjëra tjera. Thoni që edhe ky do ashtrin kablogramet. Kablogramet edhe Yuri Kimi ka çu. Jo ky, që nuk do ketë nevojë për kablogram, them se do ta ketë direkte. Nuk besoj se do ta kablogram, do ta ketë direkt. Nuk do edhe ajo që tha dhe në Senat që e njoh Shqipërinë, domethënë jam i informuar për Shqipërinë, për gjendjen për këtë. E na bëri çik qefin atë foli për Skanderbeun e popull shqiptar. Po pra njoh. Dgjoj, duhet të kuptojmë një gjë, në një vend unë e them gjithmonë edhe ajo që thash edhe më përpara, që nëse nuk i njeh një vendi, nuk i njeh historinë, do gabosh gjithmonë.